Përshëndetje miq, ja ku rilidhemi përsëri në pjesën e dytë dhe të fundit të emisionit TikTok. Në këtë pjesë të dytë, që anonçova pak më përpara, kam kënaqësinë të kem mikun tim Ardit Rada, i cili është gazetar, ekspert komunikimi dhe analist politik. Ardit, të falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në Skype. Faleminderit për ftesën. Ardit, ka dalë videoja e seancës të gjykatë kushtetuese në të cilën vëmë re prokurorët Bedian Maksuti dhe zoti Nol Zdado përballë trupës së gjykatës kushtetuese, konkretisht përballë kryetares Olta Zaçe, në të cilën ata shprehen për informacionet e klasifikuara ose për dhënat të cilat janë pjesë e proceseve gjyqësore ose hetimeve të SPAK-ut, duhet të merret leje nga SPAK pavarësisht se nuk ekziston baza ligjore. E mendoni këtë si gazetar si një represion, një recension ose një kryeredaktim që do i bëj SPAK-u lajmeve dhe fjalës lirë? Po në fakt deklarata ka qenë shqetësuese, por duke pasur parasysh ambientin që zhvillojnë ngjarjet, pra parlamenti nuk është funksional, politikanët dhe deputetët janë fushat dhe media po merret me fushatën kryesisht, duket se ka kaluar në heshtje, sepse faktikisht duhet ishte parlamenti ai që duhet të reagonte mbi SPAK-un në lidhje me një deklaratë tillë. Dhe është një deklaratë e përsëritur e cila tregon pra në radh parë kemi Altin Dumanin i cili është shprehur më parë se GKK-ja vendos çfarë kërkon SPAK-u, që prapë është një deklaratë e rëndë, dhe nga ana tjetër kemi një prokuror të SPAK-ut i cili thotë se gazetarët publikojnë me leje të SPAK-ut materiale të klasifikuara. Është e rëndë sepse është e vërtetë ajo që thatë ju, pra duket sikur SPAK-u është kryeredaktori i lajmeve që qarkullojnë dhe që lidhen kryesisht me përgjime të veçanta, por nga ana tjetër është e rëndë edhe për pjesën sepse e kompromenton organin e akuzës, se ka media të preferuara të cilave ju pas ka dhënë leje për të publikuar dhe pra kjo shpjegon dhe heshtjen, apo ka gazetar të preferuar të cilëve u jep dosjet, përgjimet dhe fakti që prap hesht do të thotë se ka një bashkëpunim. Tani pse është e rëndë, është për arsyen sepse këto ngjarje po zhvillohen në ambientin e fushatës politike dhe kanë ndikim politik të jashtëzakonshëm tek votuesi, tek qytetari, tek opinioni publik. Pra nuk është aq e thjeshtë të lexosh materiale të përgjimet kryera në përgjime ambientale të kryera ndaj Fjala Bie Erion Veliajt dhe bashkëshortes të tij, dhe nga ana tjetër të ketë vetëm një portal këto materiale dhe nga ana tjetër të ketë një heshtje nga prokuroria e posaçme, sikur nuk po ndodh asgjë. E qartë, por deri dje perceptimi për SPAK-un ka qenë rendi, siguria dhe respektimi i ligjit ndaj krimit të organizuar dhe ndaj zyrtarëve të lartë. Sot vjen një kontroll i SPAK-ut, pra kjo iniciativë, edhe ndaj medias dhe fjalës lirë. A ka krijuar kjo Ardit perceptimin sikur është SPAK-u ai që përcakton ngjarjet, temat e debateve, kush partido mund të fitojë zgjedhjet në varësi të goditjeve dhe arrestimeve që SPAK-u bën dhe tashmë edhe SPAK-u si redaktor lajmesh? Pra, a mos po mbivendoset një operator i sistemit drejtësisë mbi çdo pushtet tjetër? Po pikërisht, unë e thash dhe pak më parë, pra ky është shqetësimi. Duket sikur SPAK-u po ndërhyr në këtë klimën e fushatës, duke publikuar materiale të tilla që në thelb denigrojnë figurën edhe e politikanit në fjalë, pra që është pjesë e përgjimeve, duke ndikuar kështu pra tek opinioni publik në prag zgjedhjeve. Unë nuk shoh se SPAK-u po dikton mediat, sepse vetë prokurori thotë që ne nuk kemi fuqi ti parandalojmë. Por nga ana tjetër, fakti që SPAK-u nuk ndërmerr një hetim për nxjerrjet sekretit, ky është shqetësimi, pra mosveprimi i SPAK-ut, sepse ne nuk themi dot që nëse SPAK-u i ka vënë këto materiale në dispozicion vetë tek gazetarët. Kemi parasysh që u sulmua prokuroria e posaçme, pra pati një sulm kibernetik ku pretendohet nga ana e SPAK-ut, me nën kuptim pra se këto materiale mund të kenë rrjedhur pikërisht nga ky sulmi që ju bë serverave dhe kompjuterave. I referohem gjithmonë materialit të përgjimeve të Veliajt në ambientet e burgut Durrësit apo në celular, në biseda telefonike që ka kryer me familjarë të ndryshëm.
Por heshtja e Spakut është shqetësuese, pra, heshtja e Spakut sepse nuk është rasti i parë që dalin në materiale të tilla sensitive. Keni parasysh që kemi të bëjmë edhe me përgjime ndaj bandave kriminale që janë ende në proces hetimi, që ka akoma njerëz shpallur kërkim. Dhe keni parasysh Sali Berishën, i cili çdo të hënë, një të hënë po, një të hënë jo, delte dera e Spakut edhe citon pjesë nga përgjimet të një dosje që çuditërisht e ka Berisha, pra. Edhe kjo e komprometon goxha ndoshta jo të gjithë institucionin, po emra të veçantë brenda trupës prokurorëve. E qartë. Cila është pritshmëria jote në këtë fushat elektorale dhe ditën e votimit nga Spaku? Pjesa e partive të mëdha të cilat i trëmben në rolin e Spakut ditën e zgjedhjeve, për shembull, lidhet kryesisht me përgjimet që mund të zhvillojë Spaku ndaj grupeve kriminale që i themin e rëndom, po ndoshta edhe njerëzve me influencë në zona të ndryshme, që do organizojnë rëndom, siç kemi mësuar të shohim, pra ato votimet familjare, sigurimin e votave apo nxjerrjen e njerëzve nga shtëpia duke i detyruar të votojnë apo duke u premtuar para apo përfitime të tjera. Kështu që këtu nis shqetësimi për përfshirjen e Spakut në fushat me task forcën e tij. Po nga ana tjetër duhet të kuptojmë që Spaku është një institucion me një trup të kufizuar, nuk mund të mbulojë ndoshta të gjithë terrenin dhe nuk mund të jetë prezent në kohë reale atje ku mund të konstatohen rastet e krimeve zgjedhore në flagrancë. Por që është i rëndësishëm përfshirja, unë jam partizan i kësaj, pra që Spaku është dashur të ndërhyrë në zgjedhje me një task force, kam thënë dhe më përpara, pavarësisht kritikave tjera që mund të kemi për organin e prokurorisë posaçme, por është i nevojshëm sepse në fund ditës gjithë krimet zgjedhore mbas zgjedhjeve shkojnë në dyert e Spakut, pra gjithë politikanët shkojnë përplasen atje edhe akuzojnë njëri tjetrin për ndikim në vullnetin e qytetarëve. Kështu që është më mirë që ndoshta prokurorët ta konstatojnë vetë në terren, në ato raste që munden, shkeljet edhe të mos humbin më pas kohën me hetime edhe me dosje voluminoze edhe me historira denoncimesh të kota. E qartë. Ardit, kemi vënë re që ka ndalë pjesa më e madhe e përgjimeve, pothuajse të gjitha përgjimet të zotit Velia gjatë kohës që priste seancën e apelimit të masës së sigurimit. Vihet të re një personazh i çuditshëm i cili quhet redaktori. Mbi cilin mund shtrihen këto hije dyshimi, kush mund të jetë redaktori dhe si të është dukur etika e përdorur nga zoti Velia në mënyrën se si ai jep direktiva për mediat, në mënyrën se si ai shprehet me personazhe të caktuara, siç është Dibrani, të cilin do e mbysim me thonjë, Arbi etj. Pra, a ka qenë ky perceptim i cili krijon realisht faktin e vërtetë se cili është ky personazh politik, apo mendon që janë gjëra të cilat janë të shkëputura në kontekste të caktuara dhe nuk janë ashtu siç janë paraqitur në këto transkripte që ka botuar një portal i cili është portali CNA? Dëgjoj, unë nuk dua të hedh dyshime mbi vërtetësinë e përgjimeve apo mbi montazhe të qëllimshme nga ndonjë gazetar. Keni parasysh që Velia ka qenë edhe mbetet ende me lidhjet që ka një nga politikanët më të fuqishëm në Shqipëri. Domethënë, presupozohet që mbas kryeministrit, kryetari i Bashkisë Tiranës është personi më me pushtet edhe si rrjedhoi ka edhe njohjet e tij dhe nuk është as pak e gabuar që Velia i përpiqet të punojë për imazhin e tij si paraburgosur për të nxjerrë në publik, pra është një lloj lobimi në media që ai të shfaqin publik ato rrethanat ku ndodhet edhe pakënaqësitë që ka me procesin gjyqësor. Sa i përket atij pseudonimit redaktori, ne nuk mund të hamondsojmë se ka ndonjë palë mbi palët, pra mbi njerëzit që flasin aty, sepse ka dyshime, unë kam dëgjuar edhe nga analistë të njohur që redaktori mund të jetë vetë Edi Rama e gjitha me radhë. Madje flitet që mund të jetë Fatmir Xhafaj. Jo, por nuk kanë arsye pse të vendosin pseudonime pikërisht për Fatmir Xhafaj, fjala bie dhe mbase ka ditur që është në përgjigje zoti Rada. Dhe të gjithë tjerët, po jo, po të gjithë tjerët përmenden me emra edhe me mbiemra dhe nuk ka arsye pse të fshihet. Pastaj Fatmir Xhafaj, me gjithë respektin, nuk shquhet si thuash, si në spin doktor.
si gazetar apo që ka prirje për letërsi artistike, sepse po të shohësh redaktori porositet pra për çështjen e statusit